Qytetarë të shumtë u mblodhën në kryeqytet në një protestë masive ku kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama, Berishën në burg dhe ndryshime të thella në qeveri si kundër klasës politike në të rësi. Protestuesit mbanin në duar pankarta me mesazhe të forta politike, sociale dhe patriotike, duke shprehur pakënaqësinë ndaj situatës aktuale në vend dhe duke artikuluar kërkesat e tyre për ndryshim. Gjatë ubimit u pan slogane të ndryshme si tani është rradha jon, nga e thëna në të bërë duhet të kalosh mbi shqiptar të tërë. Shqipëri lindëm, për Shqipërinë vdesim, kurrë nuk e falim, kurrë nuk e shesim. Si dhe mesazhe me tona ironike dhe kritike ndaj pushtetit. Protestuesit akuzuan qeverinë për varfëri, keqeverisi dhe mungesë të përgjegjshmërisë ndaj qytetarëve, duke përshkruar situatën si të papranueshme. Protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë, ku mbajt një tubim për disa orë përpara se turma të marshonte në rrugët e kryeqytetit deri në orët e vona. Organizatorët e pjesëmarrësit bën thirrje që qytetarët u bashkojnë protestave dhe në ditët në vijim, ndërsa kanë paralajmëruar se nesër pritet të zhvillohet një tjetër tubim.